Atëre Juli, të lutem ishi gjitha kariket dhe lër vetëm, do më thënë vetëm një karike. Mund të gjejmë një punëtor skene për këtë se... Jo, të lutem. Juli vëri, Juli hiqi. Jo, sepse rastisi situata e tillë. Më dëgjoj pak me vëmendje. Jemi në hetuesi. A, do ulet dikush këtu? Po, ti je prokurori. Në fakt je oficeri i policisë gjyqësore, çka quhet ai, që merr deklaratat, dakord? Do marrësh deklaratat për persona që do vinë këtu. Ki parasysh diçka, ka të bëj me protestën e të shtunës, jo këtë të tenjtes, të opozitës. Neve duhet të gjejmë kush ka prishur kërpudhën. Qartë. Tani, si policit devotshëm, të lutem përqëndrohu, ligji mbi të gjitha, gjej kush ka prishur kërpudhën. Fillojmë me personazhet që do merren në pyetje. Ju lutem regjia, fondin muzikor. Hajde pak. Si sheve, ty. Egi, ti je një protestues që beson verbërisht. I hoqa këpucët kërë futa. Emrin? Eglin Laknori. Mbi emrin? Eglin Laknori. Kurdo? Eglin Laknori. Qa emri shkju? Eglin. Ortodoks jemi. Ku ke qenë rreth orës 12 të datës 16 shkurt? Me thënë drejtën isha për një drejk familjare, për piknik më saktë. Në ç'vend për piknik? Isha me bashkëshorten, me 2 fëmijët, tek një lulishte në krahët e kryeministrisë. Ke ftyrë me pas fëmijë? Po pse? Çfarë problemi ka? Jo, kot po the. Okej. Tek piknik, lulishte, sepse ka ndodhur një krim i rënd, po them. Një kërpudh është masakruar barbarisht. Dhe nëse jeni ndjeni se cili mund të jetë autori i këtij makabriteti që ka thyrë këtë kërpudh, duhet ma thuash. Të betohem për sytë e barit, ta thash dhe pak më lartë isha me familjen për një piknik ke aneksi kryeministrisë, aty ka lulishtja. Qartë. Sinqerisht ta them, nuk merrem unë me kështu. Atëherë, Urizrohem. se mos je demokrati? Jo, më çet Se mos demokrat. je me PD-n, nuk është nga floku ty. Po jo, më vje keq më. Po jo. Nuk kam as lidhje. A je sigurt se s'ke lidhje me protestën? Mos e sigurt 100%. Se mos je me PD-n, mo? Urdhro. Se mos je me PD-n? Po jo, më vje keq, lutem, më shef. Shiko pak në sy? Po patjetër. E njefte personin këtu? Jo. A njefte personin këtu? Jo, nuk kam. Shive pak, shive. Nuk. E shefte personin këtu? Po thash isha me familje më zotrin. Shikoj pak. Se mos je me... Nuk je me PD-n, ha? Jo. Shife prakta! Nuk ke qenë protest, ha? Shife prakta! Shife! Basha! Red flag! Okej, merreni, Pusho! Ika tje! Merreni brenda këtë! Cubi, dita e protestës ka qenë një ditë e shënuar për ty. Tjetri! Hajde. Si janë? Ule atë 2 gramshën të ndë aty ule. Aq, ule. Shushu që kemi edhe kaq. Zonja Metka, Po, a jeni në dieni në djeni për? se kjo marrje në pyetje ka të bëj me protestën e 16 shkurtit? Kush e rrëzoi kërpudhën? Ku e di unë se kush e rrëzoi për budhën? Si, nuk e di, e? Jo. Gënjektër!
Jeni dëgjuar ju më ju me këtë zë, duke përtitur. Ti. Unë? Po, ti pra ti. Po, është e vërtet, unë kam bërtitur, po kam bërtitur se isha në maternitet. Edhe? Edhe po lindja, fëmijën. Pse kur lind, përtasim, poshtë qeveria! Poshtë qeveria! Jo, nuk është fare vërtet, unë s'kam bërtitur kështu. Unë s'ka parë ndonjëherë një grua të lind duke thënë poshtë qeveria. Jo, s'kam bërtitur fare kështu poshtë qeveria. Kam bërtitur po në emrin e djalit. Unë këtu e kam atëherë, më thoni pak se e ka emrin e djalit, lutem? Spiro. Spiro. Sa bukur e pas ke dhënë. Faleminderit. Ka, ha? Jo, do marrim emrin e babës vet. Oh, se si e ka babi? Pali. Spiro Pali. Pa. Po, ti që ke nga këto tanët me? Që e këto ganave nga këto tonët? Qo se e jona ti, falam dhe nga shpia. Pa merak. Hajde, Skënderbej do bëhet ai. Mama, Spiro. Skënderbesh. Visjan, ti ke dashur gjithmonë të jesh sportist. Tjetri. A mund të uleni zotni apo jo? Jo, s'ka gjë, aty, s'ka gjë. Emri. Hektor. Vend banimi? Trofuj. Hektor, po. Ju, zotri, jeni parë me protestën e 16 shkurtit. Asnjëherë. Ju. Atëherë. Fali zotri. Neve ju kemi parë nëpërmjet kamerave tona të sigurisë. Ju. Jeni fotografuar nga media. A njihni këtë person? Ju. A ju ngjan ky person me dikë që kemi këtu? Ju. Na kopjojnë shumë ne shqiptarëve. Fal, qa punon ti zotri? Fatorino. A shtiz kjo? Qa shtize mo? A shtu bjë autobusit, ma ba refleks me majtë. Zotni, i do t'jo shoqërojmë. Kapër i shoqërojnë i zotrin. Pse më, ne na të pafajshëm. Hec. Qeveri legene. Sali Berisha është maj madhi. Sali Berisha është gjigant. Aja për zëp parlamentit. Zëp me dy gisht. Tjetri. Eliona Rachel Arta, ju jeni kuzhunjere të jashtme. Gjvishu. Shefi. Fal. Shefi më falë se... Sa gomar. Shtriu. Shefi, jemi në prokurori këtu, qa po thua? Drejt. Ulluni të kjo karigja. Të treja? Jo të treja. Ulluni të treja të kjo karigja gjatë tu. Të ulemi këtu, shefi të lutem? Oke, ulluni aty. Faleminderit. Ja t'ju le dhe lullin për balë të shofë. Ta shi shtriu. Le të fillojmë. Gënjeshtër! Ne, e kam bes. Cili është informacioni që keni ju për kërpudhën e zhdukur në datën 16 shkurt? Ti! Hera e fundit që kam parë një kërpudh është kur isha në Amsterdam. Ishte shumë e mirë. Ishte shumë e mirë. E kam parë. Kjo është e vërteta. Për zotin herën e fundit aty e kam parë. Qa bën Amsterdam ti? Qa bën Amsterdam? Qa më bëjmë në Amsterdam? Pushoti se urdo? Haj kërpudha. Ha kërpudha. Mere me rritje kërpudha është, do më thënë edhe i haj kërpudha në Amsterdam kjo. Radhit libra kjo. Në Amsterdam kjo. Po ti tjetra. Me thënë të drejtën, shef, kërpudha
Në një restorant, kishin gatuar me pesto, more shef. Me pesto. Po sa të mira Në që bari, ishin. duket, a? Në Nuk bari. Ç'të të them? Radhit libra në bari kjo tjetra. Nuk e ke ide, ajo restorant ishte fantastik. Qartë, Edhe me qartë. pesto ato kërpudha, o zot sa më kanë shijuar, mrekulli, mrekulli. A vash, që shkjo ky pestua që na u boka me kërpulla, ky me pesto. Ky kush njerë, ti bubi ka shurel, ti. O zot, unë jam fatkeqe. Pse? Unë s'kam provuar kur kërpudh, shef. Ma raft pika mu, zot. Ta të regon shefi ty të shi kërpudhën. Dili që kam brapa të treja se kena një punë. Ti vazhdo atje këtë se Po, unë që s'kam pa Ti që s'ke pa kërpudhë, do të të regoj kërpudhën ty se. Se s'do të lem ty të vdesësh ignorante pa kërpudha. Okej, Ashu, faleminderit. ashu. Vajza, kujdes. Albano, ty të kanë ngelur saati, vlla. Janë bo shumë. E me që i thua grua që i Ulu! Ulu! Sanitar? Sanitari sa tëme. Base ju a kanceri me gjithë Sali Berisën e me gjithë sluten e me gjithë vefën. Na fusti brënda, na keni marru të tëra lekët, po zoti estimadë do ja u kthejtë fëmijën. O, ti zotri, ka i ga jo kohë, morë zotri. Po, ka i kura jo ko, si s'ka i kura jo ko, janë brënda akoma që na protesta e nëste statës. I qeni atë Berisën, sa i së verem, i qeni. Edhe njerë, o, zotri, kanë kalu I korat. qeni, të vi fatos nanu atë betë krye ministër. Mbani mua brënda kotë ku bëra 6 muaj. O, zotri, edhe njerë. Janë 22 vjetë që kanë kalu, ma kanë kalu 4 kryeministra që atërë. Je i gabim. Po talë bysën ti. Jo, është vërtet. Ne jemi këtu për gjetë fajtorët, për Ka i kërpudhën. kur Berisa, ka i fatos nanua. Jo, Më zini mua të ma leket të futat e studia dhe të gjallisa. O, jesh, është tjetër njëri sot kryeministër. Kus? Po e sheti Rama më kryeministër më. Kus e aji që ka ha makaronat në fotografia? Shne aja i që si budala. Po jo, mor, jo, se... Po Berisa kus? Po sësh, mo është, dha dorheqje tashi. Tashi është ky. E, mo, qke? Që është ky, mor? Po kjo, kryetari për pëtësë. Së të pëlqenë? Qke, mo? E, mo, dzirre! Vëni Berisën prapë më mirë.